Fillojmë ciklin e emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit. Kësaj radhe në studio tonë është ish kryetari i klubit të futbollit Shkëndija, zotri Abdiladi Veseli, me të cilin klubi i futbollit Shkëndija për herë të parë u inkuadrua në ligën e parë të futbollit vendor. Për këtë arsye, sonte do të flasim me Abdiladi Veselin se si arriti ai këto suksese gjatë mandatit të tij si kryetari i klubit të futbollit Shkëndija. Zoti Abdiladi, mirë se erdhët në televizionin Koha, në emisionin me legjendat e sportit. Faleminderit, mirë se u gjeta dhe falenderoj për ftesën, mikpritjen dhe ti përshëndes të teleshiqësit të TV Kohës. Fillimisht me pikat e shkurta na thuaj kush në fakt është Abdiladi Veseli, një CV të shkurt. Abdiladi Veseli është nga qyteti Tetovës, i lindur në Tetov, është i viti 64, është një ish kryetari Shkëndijës, si sheket ju, kam qenë edhe kryetari i Partisë për Prosperitet Demokratik dhe vite me radhë në kryetari i saj, dhe kam qenë i kyçur në jetën politike, përveç asaj sportive, pra kam qenë 18 vite deputet në Parlamentin Republikan. Atëherë, me që emisioni ka karakter sportiv, na thoni me rithemelimin e klubit të futbollit Shkëndija pas mbetësimit të Maqedonisë së Veriut, do të thonë të gjithë punëtorët sportiv, ata të cilët e donin futbollin, u grumbulluan për ta rithemeluar klubin e futbollit Shkëndija. Një ndër ata ishit edhe ju, së bashku me vllaun tuaj, të cilët e ndihmuat në mënyra të ndryshme aq sa kishit mundësi. Normalisht ju atëherë njiheshin si një afarist i njohur me kompaninë e njohur ata komercin edhe. Atëherë na thoni si ishte organizimi i klubit në atë kohë pas rithemelimit. Po shija, ka pas vullnetar të ndryshëm të jetës sportive, sportdashës, jo vetëm udhëheqës, udhëheqësi, po edhe stafi i trajnimit, trajner, po edhe futbollist, çuna të ri, të cilët donin të kontribuonin për kombin në përgjithësi. Për shkak se shqiptarët ishin të ndaluar që të garojnë apo të pranohen në për klube tjera maqedone që udhëheqnin për staf Maqedonës, atëherë u erdhi në shprehje rithemelimi i klubit futbollistik Shkëndija, atë që e themeluan të parët që e themeluan në vitin 1979. Qashtu, në vitet e hershme ku mandej për shkak të represionit madh të pushtetit atëhershëm Jugosllav, ata u mbyllën, pra erdhi deri te rilindja, pra rithemelimi i klubit futbollistik Shkëndija. Po mos ishin ata të cilët dhanë kontributin maksimal në çdo aspekt, pa marrë parasysh për cilin dimension flasim, Shkëndija fal tyre njerëzve sportdashës u rithemelua dhe filloi garën në ligën e tretë nga liga komunale, pra ligën e tretë. Liga komunale quheshte në Republikën e Maqedonisë dhe filloi me atë elan të papar për të arritur rezultatet e dura, për shkak se ne të gjithë e konsideronin popullata shqiptare e Republikës Maqedonisë Shkëndijën si një ambasador i zërit shqiptar, për shkak se shqiptarët edhe pse kishin talentin e tyre për futboll dhe sporte tjera, volejboll, handball, po si shoqate sportive që ishte Shkëndija. Mirë po nuk kishin ku të loznin dhe prandaj u themelua klubi futbollistik Shkëndija, por qëllimi ka qenë një i vetëm, që mendoj se tani me kalimin e kohës nuk po i përmbahemi asaj, për shkak se tani në kohën e fundit ka fillu futbolli të komercializohet, atëherë ishte i vetmi qëllim Shkëndija të jetë vatër e lojtarëve shqiptar. Atëherë, sa ishte vështirë në ato vite, për shembull, të menaxhosh me klubin, me një klub të futbollit siç Shkëndija, që është dhe do të mbetet si simbol i futbollit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut.
Po Shkëndija është njerë mund të themi lirisht se është klubi parë dhe që duhet ta përkrajnë gjithë shqiptarët e të rojve, pa marrë parasysh se ka klube edhe në qytete tjera. Por Tetova është si një barë e aktiviteteve të patriotizmit, po edhe të sportit, dhe duhet përkrajnë nga të gjithë. Me qenë se në periudat të caktume ka pas edhe shqiptarë që kanë qenë kundërshtar, jo shqiptarë Tetovës, as shqiptarë në përgjithësi që jetojnë në Maqedoni që kanë tentu dhe kanë bërë përpjekje që ta zbejnë dhe ta zhdukin Shkëndijën, por ato nuk kanë mund të arrijnë për shkak se Shkëndija me këmbgulsinë e saj, me njerëzit të cilët e kanë udhëheq, nuk flas vetëm për vete, po gjithë bashkëpunëtorët që kemi qenë, me lojtarët që i ka pas, me stafin teknik që i ka pas, unë mendoj se me punën e tyre të palosshme arritën që të mbijetoj Shkëndija, por edhe të kaloj faza të vije deri te ajo fazë në të cilën i themin e Liga e para, po Liga e Shampionëve të Republikës së Maqedonisë. Ka qenë një kohë shumë e vështirë. Ka qenë kohë kur represioni ka qenë shumë i madh ndaj klubeve shqiptare, sidomos ndaj Shkëndijës, kur duke filluar nga federata e futbollit, për shkak se në ato kohëra ishin ende të turbullta, ende në për autobuset në shku mbaj fotografia e Miloševićit dhe ende jetonin to me atë fantazmën e ish Jugosllavisë, me fantazmën se ja neve na mbron Serbia, nuk e shifshin të arsyeshme që të bashkëpunojnë me bashkëqytetarët e vet dhe më bëjnë atë represion ndaj klubeve shqiptare, sidomos ndaj Shkëndijës, po Shkëndija thash bazë aftësive dhe qëndrimit fort që kishin edhe udhëheqësia edhe stafi teknik që të mbijetoj, Shkëndija mbijetoj, por edhe u ringrit në sportin në përgjithësi të Republikës Maqedonisë. Po, si ndodhi që ju të propozoheni kryetar i këtij klubi? Patët në një propozim nga të pranishpit, nga ata të cilët e drejtojshin atëherë Shkëndijën? Po sigurisht, unë mendoj se këtu për risemelimin e Shkëndijës meritat mëdha kanë shumë njerëz sportiv që janë marrë me sport dashës në Tetovë, po edhe më gjerë, dhe sidomos kontributi atyne që kanë lënë edhe familjen e tyre anësh vetëm për të dhënë kontributin për ta ringritur Shkëndijën. Normalisht, ata kanë pas mundësi. Unë mund të përmendi emra të shumë, po një ndër ata është edhe doktor Abil Bexheti, i cili ka dhënë një kontribut tepër të madh për ringritjen e jetën ja ka kushtuar Shkëndija. Dhe shumë sportdashës tjerë, të cilët sakrifikuan vetveten dhe familjet vetëm 24 shtatë ishin me Shkëndijën, vetëm për të ringrit, për të mirëmbajt dhe për të ndëgjuar zërin shqiptar, se atëherë mënyra e vetme për të ndëgjuar zërin shqiptar që ishte sporti. Nëpërmjet sportit vetëm me forcimin e Shkëndijës dhe me kontributin e dhënë në Shkëndijë do mundeshte që ta afirmohet interesi shqiptar, jo vetëm në sport, por në gjitha sferat e jetës. Në gjitha sferat e jetës. Dhe atëherë me siguri tash ishim dashamirës, nuk i kishim me rëndësi kush do jetë kryetar, po ndodhi që ra propozimi që t'jem unë si kandidat pak më i riu në mesin e atyre më të vjetërve që ishin si rrëfys, mund t'i quaj lirisht, që e ngritën Shkëndijën, dhe unë ani se kam qenë kryetar, po kam bashkëpunu dhe me bashkëpunimin e bashkëpunëtorëve, antarëve të kryesisë të klubit futbollistik Shkëndija, ne arritëm rezultatet se vetë nuk ke mundësi. Po, Shkëndija atëherë ka filluar nga Liga Komunale, Ligën e tretë, si kampion, dhe në sezonin 94-95 në Ligën e dytë. Cilët ishin ato sfidat që ju ballafaqoheshi me lidhjen futbollistike të Maqedonisë të atëhershme apo FFM-n e sotit dhe drejtuesit e atëhershëm të lidhjes futbollistike? Shqipni, atëherë nga dallimi prej sot, që edhe sot nuk mund të lavdërohemi se kemi shumë shqiptar në Federatën e Futbollit, por atëherë s'kishte hiç. Pjesëmarrja e shqiptarëve ishte minimum 0. Kishte ndonjë delegat apo ndonjë refer, po edhe ato ishin me numër të caktuar, domethënë të cilët mund të jenë delegat të ndeshjeve dhe të referojnë nëpër ndeshjet. Petrit Bahuta ka qenë shumë trallë, të cilët më tepër ishin përkasive bosnjake e Rome se sa shqiptare. Dhe ato i quishin ato se ja, dhe atëherë quishin
minoritete, pakica të tjerët, ato ishin më shumë përfaqësuar në serbët, bosnjakët dhe Rom, më shumë kanë qenë në Federatën e Futbollit të përfaqësuar se shqiptarët. Mirë po, kjo ishte një udhëzim për ne se ne duhet luftojmë në katër anët që të arrijmë rezultate. Po këtu, përveç kryesisë, stafi teknik ka pa marrë parasysh kush kanë qenë shumë që janë ndëru, po të gjithë kanë dhënë kontributin maksimal, po sidomos lojtarët, por edhe për krahasit që u themelua atëherë edhe tifozëria që quajnë ballistët, të cilët kanë dhënë për krah jo vetëm Tetov, po gjithë ku luante Shkëndija, ata ishin me Shkëndin dhe ishin numër të madh ka 2-3 veta në çdo stadium të Republikës Maqedonisë, të cilët kanë bërë tifozlluk të papar që s'ka mund ta bëj as tifozët e Vardharit, dhe ëndra e vetme e klubit ka qenë inkuadrimi në ligën e parë, e cila u realizua në kampionatin 1996-97. Do të thënë kjo ishte një ëndër e të gjithë shqiptarëve në Maqedoni dhe jo vetëm, pikërisht. Si e pritët ju, do të thënë, faktikisht të kualifikohet ekipi Shkëndijës në ligën e parë, ishte një vepër shumë e madhe, sidomos për ju që keni qenë edhe kryetar. Sfida e parë ka qenë inkuadrimi i Shkëndijës nga Liga Komunale në Ligën e dytë. Ka qenë ajo thymja e parë të cilën është bërë dhe aty është dhënë shumë mund për shkak se mund të them lirisht se Federata e Futbollit, po edhe qendrore, po edhe e Tetovës, ishin anti-Shkëndij për shkak se favorizonin Tetov Teteksin Lubotenin dhe ishin kundër Shkëndijës, dhe Federata sigurisht që kishte favoritet e veta, që ambicjet e veta, dhe ishte një, mund të them lirisht, një kryesi anti-shqiptare në Federatën e Futbollit. Shumë ambivalonte energjia pro-Maqedone, anti-shqiptare, pro-tjerve, po jo shqiptare. Dhe aty është dhënë mundi i parë dhe kontributi më i madh, dhe mandej pak ma lehtë e kemi pas nga liga e dytë në ligën e parë, edhe pse aty ka pas shumë sfida, për të cilën ne kemi qenë klubi më i dënuar nga Federata e Futbollit, për shkak të tifozllokut. Pikërisht kemi edhe për këto pyetje të veçanta. Mirë po, arritëm thash bashkarisht me punën kolektive të kryesisë, stafit teknik, lojtarëve, tifozëve, ata të cilët dhe qytetarëve në përgjithësi, jo vetëm Tetovës, po edhe më gjerë shqiptar flas, po llogu dhe më gjerë, dhe arritëm që ne t'inkuadrohemi në ligën e parë të Republikës të Futbollit. E mbaj mend ndeshjen e parë kundër ekipit të Bellasicës Strumicës, të cilën ndeshje për fat të mirë edhe u fitua me rezultatin 2-1, ndërsa goleshënues i parë normalisht që ishte i Xhet Jusufi, me sa duket. I Araçinës, po. Ai formacion me të cilën Shkëndija doli në ndeshjen e parë, në ligën e parë të futbollit, lirisht mund të thuhet se ishte një kombëtare e vërtet shqiptare. Pasi kishte futbollist shqiptar nga Maqedonia, nga Kosova, nga Shqipëria, kështu me radhë. Po ajo ishte politika dhe vizioni jonë, që Shkëndija të përfaqësohet nga gjitha trojet shqiptare në Republikën e Maqedonisë, po edhe nga jashtë. Për shkak se në klubin e Shkëndijës, përveç që ishin lojtarë të përfaqësuar nga gjitha qytetet, nuk ishin vetëm tetovar, po kishin nga Shkupi, nga Dibra, nga Struga dhe qytetet tjera, por ka pas edhe nga Kosova dhe Shqipëria. Për shkak se ne donim të krijonim një ekip, një reprezentacion kombëtare të vërtet, kombëtare së vërtet shqiptare, flas gjithmonë, dhe ne arritëm atë qëllim, arritëm që ishtë në ligën e dytë kur ishim, dhe ajo vazhdoi edhe në ligën e parë, për shkak se politika ime personale dhe e bashkëpunëtorëve të mi, antarëve tjerë të kryesisë, me nënkryetar, sekretare, antarë tjerë, por edhe gjithë qytetarëve që kishin për kraje, Shqipëria Shkëndija duheshte të ishte një klub i pastë shqiptar, pa përzierje të tjera, të ketë Macedonas e kështu me radhë të tjerë, për shkak se shqiptarët, sportistët shqiptar ishin të diskriminuar, dhe tash ne ata donin të nxjerrin në sipërfaqe dhe t'u tregonin të tjerëve se ju keni bërë gabim se s'keni pranuar në sportin
sportin e përgjithshëm, në çdo deg të sportit në Maqedoni nuk keni pranuar shqiptarë dhe shqiptarët sot janë të mbledhur në një ekip në të cilën quhet Shkëndi dhe ajo Shkëndi duhet të jetë etnikisht e pastër për shkak se përfaqëson interesat e shqiptarëve, sidomos për herë flas për interesin sportiv. Kampionati zhvillohej sipas parashikimeve, ashtu si kishin caktuar nga Federata e Futbollit të Maqedonisë, por çdo gjë u prish deri në ndeshjen kundër ekipit të Bregalnicës. Incidenti që ndodhi pikërisht këtu në Tetov, ndërprerje ndeshjes, dënime drastike, si e pritet këtë moment dhe pse ndodhi ky moment? Po ai nuk ishte momenti i parë. Ne kemi pas edhe momente tjera më herët ku na kanë sulmuar, na kanë udhëhequr ndryshme të klubeve të ndryshme maqedone. Arbitrat I kanë sulmuar edhe tifozët tonë, qoftë në Shkup, qoftë në Shtipsh, qoftë Kavadarci, kudo që vishin ballistët dhe nuk ka ndodhur për herë të parë dhe nuk ka ndodhur dënimet për herë të parë. Kemi pas edhe dënime edhe me Rabotniçki ligën e dytë kur luajshim Tetov, që me Bregalnicën në ligën e parë, kemi pas dënime dhe atë represion policor të rrethekuar me polici. Tani nuk ka qenë vetëm sfida e para, jo, ka pas shumë sfida tjera ku kemi qenë mund të them lirisht të diskriminuar si sportist shqiptar, si klub futbollistik shqiptar, duke filluar nga Shtipi, Kavadarci, Shkupi, ku i kanë maltretuar edhe tifozët tonë ballistët, na kanë maltretuar neve anëtarët e kryesisë qendrore të klubit futbollistik Shkëndia, ku na kanë rrethekuar policia siç ishte rasti në Shtip, ku kemi qenë pra me represionet të ndryshme. Ajo ndodhi edhe këtu me Bregalnicën në ligën e parë. Pra ato kanë qenë her pas jo të njëhershme, nuk ka ndodhur një herë. Ka pas her pas here tentativa të tilla për të na shkatruar moralisht brenda, si të lojtarët, si të stafi teknik, si të kryesia, por kemi qenë të qëndrueshëm për hir të asaj se e kemi dash sportin, por pas atij incidenti ndodhen edhe dënime drastike. Me mjete financiare, u dënuan disa futbollistë, u dënua trajneri i klubit dhe pas gjithë kësaj si e pritet që këto dënime? A keni pas kontakte me udhëheqinë atëhershme të federatës? Do të dënime më kanë qenë normale, se ne kemi qenë dënuar edhe më herët me përjashtim të publikut nga loja, kemi luajtur në terren të huaj për shkak. Ajo i ndodhej vetëm Shkëndisë, askujt tjetër. Domethënë ne kemi luajtur disa ndeshje në Tetov ligën e dytë pa publik, pa ato përkrasit ton kryesor që ishin ballistët. Kemi luajtur edhe jashtë terrenit tonë që nuk na kanë lejuar që të luajmë Tetov, kemi luajtur në stadiumet më të afërta me kë kemi pas marrëveshje dhe ajo ka vazhduar edhe më të tjerë, por kjo ishte ku u paraqit mosdurimi i madh se Shkëndia ishte ligë parë dhe duheshte me çdo kusht që të shkatërrohet dhe Shkëndijin ta shkatërrojnë që mos ekzistojë ligë parë, përsëri trezohet një rang më poshtë. Ajo është vizioni aty në strategjia e Federatës Futbollit të Maqedonisë, që Shkëndijin ta godasin në disa anë që vetëm që mos arri rezultatet të cilët duhet t'i arri, për shkak se Shkëndia ishte një klub entuziast. Unë mund t'i falenderoj përgjithsisht të gjithë që kanë ndihmuar në Shkëndi, por sidomos lojtarët, të cilët dhanë pa ndonjë efekt material, kanë dhënë gjithçka nga zemra vetëm që të arrihet deri te fitoria, te ai qëllim që ishte i vizatuar, i qartë, i definuar nga ana e kryesisë. Pra kemi pas ndihmën e madhe të futbollistëve të cilët sot e shihni është komercializuar dhe ka gjithçka ndodhen. Atëherë kanë luftuar. Vetëm futboll cilësor s'ka. Tani jo, atëherë ka pas, ndoshta ka qenë kualiteti më i dobët se ishim shteti i ri, por ndoshta sot ka kualitet më të mirë, po është gjithçka e komercializuar që atëherë nuk ishte komercializuar. Atëherë ishte çdo kush luftonte për mund të them lirisht të gjithë lojtarët, të gjithë pjesëmarrësit, tifozët, ballistët, kryesia, stafi teknik,
gjithë kanë qenë patriota për të arritur qëllimin, pa marrë parasysh a do ketë dhe një efekt material apo jo. Pas këtij rasti, apo më mirë thënë, pas këtij incidentit, ju u dorëzohet dhe atë dorëheqje më duket nga posti kryetari i klubit të futbollit Shkëndija. Pse ndodhi kjo? Ma vonë kam lënë dorëheqjen për shkak se tani duhesh apo s'duhesh, unë duhet ndërlidhen të punë, se unë kisha paralajmëruar se nëse nuk zgjidhem për kryetar tetove, isha kandidat për kryetar tetove, në të cilën rondin e parë ishim barabart me të ndjerin zoti Aledin Demiri, dhe rondin e dytë edhe pse premtuan të gjithë pjesa Maqedone dërmuese se do më përkrajnë mua në rondin e dytë, unë nuk e desha atë përkrajë, e lëshova në rondin e dytë, nuk shkova si kandidat për kryetar, po e lash zotin Aledin Demiri të shkoj i vetëm, që të luftoj kundër kandidatin Maqedonas, që mos fitoj tetovën Maqedoni, po të fitoj të vinë shqiptar. Edhe atëherë unë e kisha premtuar dhe e kisha thënë se nëse nuk zgjidhem kryetar tetove, do të largohem edhe nga Shkëndija. Kjo ka qenë parolë të cilën e kam përmend edhe në tubimet që i kam pas elektorale. Po, kemi një pjesë të veçantë për ato tubimet tuaja, por duket se në atë kohë ju dhe Shkëndija sfidonit sistemin në futboll, shprehenit pakënaqësinë që u bëheshin shqiptarëve, duke filluar nga lidhja futbollistike komunale deri tek lidhja futbollistike e Maqedonisë apo federata e sotme e futbollit. Ka pas sfida, ka pas në çdo moment. Për shembull, më kanë thirrë shumë herë atëherë ish kryetar kolegu im që ishte deputet Ljubislav Ivanov Xingo, që ka mbajt vite me radhë, atje ka qenë si kryetari i lidhjes futbollistike të Maqedonisë, dhe ai çdo herë ka thonë se do ta shkatrojmë Shkëndijën nëse nuk ke dy lojtar Maqedonas ose të mos jenë të nacionalitetit shqiptar. Por direkt më ka kushtëzuar me atë lojtar Maqedonas, të cilët unë nuk e kam pranuar, dhe kam thënë se Shkëndija është e shqiptarëve dhe nuk do ketë lojtar tjerë përveç lojtar shqiptar. Mandej ra propozimi që të kemi një ndihmës trajner apo një mjek apo diçka tjetër që qoftë edhe pastrues, por që nuk është shqiptar, dhe unë nuk e kam pranuar një propozim të tillë, dhe ramjet ishin nga të gjitha anët. Goditjet faktikisht, edhe atë goditje të randë, të cilët goditje randë mund t'i mbante përveç Shkëndijës. Cili do klub tjetër t'ishte, nuk do të mund t'i përballon të këtij goditjeve, por vetëm se ka qenë Shkëndija, kemi qenë tetovar, kemi qenë shqiptar dhe kemi mund t'i përballojmë tyne. Na kujtohet edhe ndeshjet në të cilën e mysafirëve ku nuk zgjidheshin mjete për të dëmtuar Shkëndijën. Një epizod i tillë që u kap edhe nga kamerat e atëhershme, për shembull që ka ndodhur edhe në autokomandë me ekipin e Skopjes dhe përplasja juaj me Milenko Nedelkovskin, që ishte kryetari i Shkupit atëhershëm. Skopje. A e mbani mend këtë moment? Shija, e mbaj mend. Pse ndodhi ajo përplasja? Ndodhi për shkak të rezultatit dhe për shkak të edhe tifozëve të cilët biletat ishin trafishuar për tifozët shqiptar. Rafjes së gjykasit. Ata e sulmuan një gjykatës, i cili referonte ndeshjen, të cilën për shkak të penaltisje dhaj, apo diçka tjetër, të shka marru, ishte fitoria jone dhe ata e sulmu referi për fat keq tonin ishte bosnjak. Dhe ai nuk e di sa dit ka qenë në spital, mezi shpëtoi nga rafja, po atëherë na sulmoi edhe kryetari i klubit, Milenko Nedelkovski. Kam qenë unë dhe antar tjerë, dhe sidomos i djeri Enver Sulemani, cili ju këndështu me të madhe, dhe aty edhe jashtë vazhdoi ato polemika. Mirë po, nuk ka qenë vetëm rasti parë. Neve që ka qenë më e keqja, na kanë sulmu edhe shqiptar. Vetëm për të na dëmtu që të shkojmë në ligën e parë, kur ishim në ligën e dytë, por ata me ngacmime nga lidhja e futbollit, nga federata e futbollit të Maqedonisë, por ne këto i tekalum të gjitha falë mbështetjes që kishim, jo vetëm nga shqiptarët nga Tetova, por gjithë shqiptarët
e Maqedonisë. Sot Veriut, atëherë Maqedonisë, dhe mos ishte për kraja, përveç to që i përmenda gjatë të kohës, edhe qytetarëve që jetojnë jashtë teritorit të Tovës, pra Pollogut gjithsesi, po edhe shqiptarëve, Shkupit, Kumanovës, deri në Strug, unë mendoj se Shkëndia nuk do t'i arrinte këto rezultate që i kishin, se përveç tifozëve që i kishim të tovarë, Shkëndin edhe mrenda edhe jashtë ndiqshin edhe qytetarë tjerë nga qytetet tjera të Maqedonisë ku jetonin shqiptarët. Dhe Shkëndia mund të them se ka qenë një ekip që është për krah, jo vetëm nga vendi, nga Tetova. Një simbol i sportit për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe prandaj ka pas për krajën, dhe fal asaj për krajë që ka pas nga gjithë qytetarët shqiptarë të Maqedonisë, Shkëndia i arriti ato rezultate edhe më vonë me gjitha tentativat për ta dobësuar, për ta sulmuar, për ta shkatruar, Shkëndia ja sot arriti atje ku është në momentin. Në kohën kur ju ishi drejtuesi i klubit të futbollit Shkëndia, ishit edhe deputet në Parlamentin e Maqedonisë, ku së bashku me ju ishte edhe kryetari i atëhershme lidhjes futbollistike të Maqedonisë, Ljubislav Ivanov Zingo. A keni diskutuar ndonjëherë me atë për këto padrejti që u bëhen klubeve shqiptare, sportit shqiptar në përgjithësi, dhe cili ishte mendimi i tij? Unë kam biseduar shumë herë. Ai ishte njeri që ishte i kamufluar gjëja se është i drejtë, është për të gjithë, por faktikisht ishte një nacionalist i prapë, jo vetëm ai. Po ndoshta në lidhjen futbollistike në atë ka pas më nacionalist se ai, ndoshta ai ka qenë më i buti dhe jo shumë i rreptë, më i maturi se sa të tjerë që ishin antar të lidhjes futbollistike, siç ishte komisioni disiplinor, komisione të tjera të cilët e dënonin Shkëndinë në çdo ndeshje, gati çdo ndeshje Shkëndia ka qenë dënuar në mënyra të ndryshme, ja me mjete materiale, ja me abrogimin e terrenit, do me thonë lutja në terrene tjera, ja lutja e ndeshjeve pa... Ose dënime të tjera, dënime pa. Ai gjithmonë ishte ashtu dinak që gjithmonë fajin ja udhëzë të tjerë. Dhe shpesher kemi biseduar se ja si që jemi në parlament të bashkë, jemi shqiptarë dhe Maqedonë që na zgjedh populli, edhe Shkëndinë e ka zgjedh populli në aspektin sportiv, dhe ti nuk mund të luftosh kundër një populli shqiptar që don një klub futbollistik që tjetë në një rang, lunë në Ligën e Maqedonisë. Nuk kemi bërë ligë tjetër, jemi në Ligën e Maqedonisë dhe tani na dëmtoni edhe atëherë kur hapëm kontributin për Maqedoninë, kur do luajmë jashtë si Shkëndi, do luajmë në emër të Republikës Maqedonisë, nuk do luajmë në emër të dikujt tjetër. Mirë po, ata atëherë nuk donin ta kuptonin për shkak se ata mendonin se Maqedonia është e Maqedonëve. Jo vetëm politikisht, por edhe në aspektin sportiv, në aspektin kulturor, në të gjitha aspektet mendonin se Maqedonia është e Maqedonëve dhe të tjerët nuk duhet të ekzistojnë. Faktikisht realisht ne jemi këtu, atëherë kemi qenë më shumë se sot një pjesë dërmuese e madhe e qytetarëve tonë janë jashtë dhe sot stadiumet i kemi më pak të mbushura për shkak se rinin e kemi jashtë. Ata të cilët bëjnë tifozllok, ata të cilët i përkrajnë një sport, ata të cilët përkrajnë ato sot i kemi jashtë, nuk janë nëpër stadiumet e qytetit. Pse në sport ka pasur, ka dhe do të ketë politikë? Po gjithmonë ka qenë, edhe mendoj se do të jetë edhe në të ardhmen, për shkak se tani më nuk mund ta krahasojmë këtë sport me sportin që ka qenë në ato vite kur është rithemelu Shkëndia. Sot mund të them se jo vetëm Shkëndia, po gjitha ekipet janë komercializuar dhe tani shiqojnë interesin primare kanë aspektin material. Dhe tani gjithmonë për të arritur kjo duhet përzihesh me politikën dhe të kesh përkrahjen e politikës. Në atëherë Shkëndia as që ka pas punë me politikën, as që kam qenë unë politikan, por unë në sportin e kam dalluar nga politika dhe për sportin jam përkushtuar me sportin dhe nuk ka pas njerëz të cilët janë infiltruar që për interese politike ta përveçojnë Shkëndinë, që sot nuk është ashtu. Unë nuk them se Shkëndia është, por në përgjithësi klubet tani janë politizuar, i takon njerëz apo tjetër parti për shkaqe të ekzistencës. Duhet ta pastrojmë sa jo për shkaqe të ekzistencës dhe anojnë nga ndonjë parti politike për shkak sponsorizimeve e kështu me radhë. Sa sot e ndjekni ekipin e Shkëndijës, kur tani më ajo ëndra e madhe për të kualifikuar në ligën e parë kaloi që në vitin 96-97, tani Shkëndia ka 5 tituj kampion, ka një titull super
kupën e Maqenisë së Veriut, 2 kupa të fituara dhe hiç më pak se 67 ndeshje ndërkombëtare në Ligën e Kampionëve, Europa League dhe në Conference League. Si e vlerësoni këtë? Tash Shkëndia u bë me emën botnar, evropian e botnar. Shkëndia tash ka një reputacion të lartë. Duke u falenderuar ata të cilët e udhëheqin dhe e mbajnë Shkëndijën. Por atëherë dhe sot dallimet janë shumë mëdha. Unë kam hyrë në Shkëndi me një premtim dhe atë premtim unë e realizova. Shkëndia do të luajë me Barcelonën. Me Barcelonën e kam thënë që vitet 95-ta, 94-95 nëse nuk gaboj, apo 96, kam thënë se Shkëndia do vijë dita që do luajë me Barcelonën dhe dha Zoti që Shkëndinë sot e kemi në skenën ndërkombëtare. Ai shiqoi unë ndeshjet e Shkëndisë. Sigurisht zemra më dhem për Shkëndijë se kam dhënë një pjesë tjetër në Shkëndi, por gjithmonë tentoj që të i pak më larg për shkak se kur me shku radhazit i shoh ndeshjet e Shkëndijës, edhe pse nuk them se nuk shiqoj, ndeshjet ndërkombëtare të gjitha i kam pa, por në stadiumin e Tetovës Marrall kam qenë, për shkak se përsëri do kapen parat. Ama mosha e bën vetën, do me thënë, ka lënë gjurmë në jetën time, një pjesë e kaluar në klubin futbollistik Shkëndia dhe nuk mund të harohen ato. Çka i mungon sportit tetovar sot? Sportit tetovar i mungon gjithçka, jo vetëm futbollit, po edhe segmente tjera, për shkak se njerëzit janë të prirur, kemi lojtarë të ri, qytetarë të ri, të cilët shkojnë nëpër stërvitje të ndryshme, po i mungon financimi institucional. Ashtu siç financohet klubet Maqedoni, nuk financohet Shkëndia dhe klubet tjera shqiptare në Maqedoni. Dhe këto klubet shqiptare duhet patjetër të gjejnë sponsor që për tu financuar, se me vit financim është rënd që vetë financohet një klub. Por institucionalisht sportit shqiptar i mungojnë përkraja institucionale e institucioneve të Republikës, të shparit komunës, duke filluar nga infrastruktura dhe shumë gjëra tjera. Për shkak se ja tani po thohet se po ndërtohet stadiumi, po do shohim si do ndërtohet. Pra me një fjalë mund të them se i mungon përkraja institucionale, edhe pse komuna po bën përpjekje për ndërtimin e stadiumit, por nuk e di cilit nivel dhe nuk kemi informata dhe nuk janë shumë transparente informata. Niveli 4 të UEFA është pa. Po niveli 4, ta Tetova ka nevojë për nivel më të lartë, për shkak se Shkëndia mund tani të themi se është edhe klubi i parë në Maqedoni. Mund tani në mënyrë artificiale ata të forcojnë klube të ndryshme maqedone që mund t'i bëjë rivalitet për një vit 2, por Shkëndia u etablu në skenën ndërkombëtare, u etablu si ekipi më i fuqishëm në Republikën e Maqedonisë. Dhe më të madhe ka ngritë edhe cilësinë e futbollit komplet të Maqedonisë. Detyruar të gjithë të tjerët të krijojnë cilësi, për shkak se Shkëndia ka krijuar cilësi. Po Shkëndis, unë përsëri i apeloj, Shkëndia duhet jetë klub shqiptarës. Këtë e them pa marrë parasysh kush dhe jetë, se Shkëndia u takon shqiptarëve, se shqiptarët kanë qenë në aspektin simbol i futbollit shqiptar në Maqedonisë së Veriut. Dhe Shkëndia ka qenë simboli, dhe Shkëndia nuk duhet jetë klub i përzirë. Pa marrë parasysh që ka ndodhur për të ardhmen, duhet të kenë parasysh për shkak se Shkëndinë e përkrajnë tifos shqiptar, e përkrajnë ballistët, dhe tani ballistët kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në forcimin dhe ngritjen e Shkëndijës. Pa ata Shkëndia nuk do isha asgjë. Tani në këtë moshë, kur kanë kaluar disa vite që keni drejtuar Shkëndijën, a takoni ndonjëherë me ata bashkëpunëtorët tuaj që ishin pjesë e drejtimit të Shkëndijës? Dhe çka bisedoni? Gjithsesi dhe shpesh na takohemi, por shumë nga ata që ishin pjesë kryesisht janë të ndjerë, të cilët me të vërtet kanë dhënë një kontribut shumë të madh që duhet t'u falenderojmë si qytetarë të Tetovës, po edhe si shqiptarë në përgjithësi, se flijuan gjithçka nga jeta e tyre, nga familja e tyre për të dhënë kontributin në klubin futbollistik Shkëndia. Pra një falenderim për ato që janë të ndjera, ne që kemi qenë antar të stafit, lojtar, kryesia, takohemi shpesh dhe i kujtojmë ato ditë,
por të gjithë jemi të një mendimi, nuk vinë më atë ditë për Shkëndi. Është shumë e vërtet. A keni marrë ndonjë ftesë zyrtare nga klubi i futbollit Shkëndija për të ndjekur ndeshjet zyrtare ndërkombëtare që janë zhvilluar në cilësinë e vendasit në Shkup? Jo, deri ditën e sotme asnjë ftesë. Ka pas takime edhe në të cilën janë mbledh ish kryetarët apo ish punonjësit sportiv, por unë si Abdulaziz Veseli mos mashtroj vetëm një herë, ndoshta kam pas një ftesë para 6-7 viteve dhe unë nuk kam pas ftesë as për ndeshje, as për takime të ndryshme që janë bërë në kuadër të klubit futbollistik Shkëndija, por edhe kryesia atëhershme nuk ka pas. Po besoj se edhe kryesit pas meje që kanë qenë, do me thënë në takimet e rastit që janë bajt për klubin futbollistik dhe takimet e ndeshjeve, qofshin republikane apo ndërkombëtare, unë ftesat e tilla nuk kam pranë. Ju me siguri jeni duke ndjekur edhe rezultatet ose sukseset e reprezentacioneve të Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Kosovës, të cilët tani më me 26 mars do të zhvillojnë ndeshjet e play-offit për kualifikim në botrorin 2026 që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Do me thonë, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Kosova. Si mendoni, cila nga këto tre kombëtare ka gjasa më të mëdha për kualifikim në botrorin 2026? Sipas mendimit tim, për shkak se Shqipëria din të zgjedh, Shqipëria përveç lojtarëve që i ka shqiptar nga Republika e Shqipërisë, ajo i kuadron edhe shqiptarët nga Maqedonia, lojtarët më të mirë, dhe nga Kosova, të cilët luajnë Kosovë, Maqedonia apo jashtë, ose jashtë pranë diasporë. Sa ata janë qytetarë jatë Kosovës, jatë Maqedonisë që janë në diasporë, dhe unë mendoj se Shqipëria i ka gjasat më të mëdha, për shkak se nuk i dallon shqiptarët për nga vendodhja e tyre. Pra ai don, ka dëshirë dhe unë... Në më thënë, bën një kombëtare të vërtet shqiptare. Edhe unë kam dëshirë që Shqipëria të kualifikohet. Kam dëshirë që edhe Kosova tjetë, por shoh një mungesë më të madhe në drejtim për depërtimin e, ndoshta është edhe herët për Kosovën, po edhe Kosova ka lojtarë të cilët luajnë për kombin e tyre, për qytetarët e tyre, por unë mendoj dhe kam dëshirë që Shqipëria tjetë, po Shqipëria i ka dhe mundësitë. Si përkrahës i sportit, gjithsesi futbollit, a ka ndonjë nga familja juaj të cilët merren me sport aktiv? Me sport aktiv nuk merren nëpër klube, por sportin e kanë në përgjithësi, kanë dëshirë, kanë luajtur futboll, por amatorësh, nuk ka pas ndonjë kyçje nëpër ekipe të ndryshme, për shkak se çashtu ka qenë, kanë marrë drejtime tjera dhe nuk janë angazhu, po e kanë si hobi sport. Po. Atëherë, jemi duke biseduar një kohë të gjatë, na thoni atëherë mos kemi harruar vallë që pjesim diçka që opinioni duhet të dije për Abdulaziz Veselin, i cili ka drejtuar klubin e futbollit Shkëndija në kohën ose në momentin kur për herë të parë u inkuadrua në elitën e futbollit të Maqedonisë. Shqipni tash, me fillu t'i përmendim ka shumë, por do t'a lau me kaq për shkak të modestisë, për njerëzit e din, ndoshta gjeneratët e reja nuk e din, po gjeneratat më të vjetra e din se kush ishte Abdulaziz Veseli dhe çka dha Abdulaziz Veseli për sportin tetovar. Por unë ende jam edhe me këto vite që i kam, nëse dikujt i duhet dhe e kërkon ndihmën time, unë jam aty pa marrë parasysh, pa asnjë interes që ndihmoj atë që është interes sportiv i qytetit të Tetovës, dhe për shkak se thash, Shkëndija nuk është vetëm klub tetovar. Shkëndija është e shqiptarëve të Maqedonisë, por që ka zë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, Malxhi, Preshev, Bujanovsk, domethënë Shkëndijën gjithkush e konsideron si klub vetë. Dhe Shkëndija ka nevojë për t'i angazhuar të gjithë ata që duan të ndihmojnë, të angazhohen në Shkëndi, për shkak se gjithë ato që kanë punuar përpara në Shkëndi, qoftë tetovar dhe qoftë jashtë Tetovës, të gjithë kryesit para meje dhe pas meje,
të gjithë e kam punu këtë punë pa do një interes, e kam punu këtë punë vetëm për ta përparu sportin shqiptar, sidomos Shkëndijë, dhe të gjithë kanë dhënë kontribut dhe të gjithë mund t'japin kontribut, pa marrë parasysh moshën që e kanë, se tash ne jemi më shumë, dash ato para me, dash ato pas me, tha shumë barës, ka shumë të ndjerë sportiv që kanë dhënë jetën për sportin, po janë të ndjerë. Pasi Shkëndija është një dhe mbi të gjitha, ashtu? Dhe mbi të gjitha, po. Ashtu edhe titullohet edhe libri i botuar për Shkëndije. Atëhere, për në fund, më mbetet edhe pjeqe e fundit normalisht, cila është porosia juaj si ish drejtues i klubit të futbollit Shkëndija, drejtuar rinis të cilët pretendojnë të merren me sport, punëtorëve sportiv, por edhe ata të cilët e përkrahin sportin. Pikë pari është e para që thash që mungon përkraja institucionale, që të rritë duhet të orientohen sport, që të largohen nga vese tjera që i ka kjo shoqëri, se sot në kohën e digitalizimit dhe në kohën e përparimit, modernizimit botës, rinia po na prishe dhe shumë pak shkon në për salla sportive. Pse nuk shkon? Për shkak se nuk e kemi përkrahje institucionale dhe i kisha apelu institucioneve të Republikës Maqedonisë, sidomos ata që i përfaqësojnë shqiptarët në qeverinë e Republikës Maqedonisë, të merren dhe të aktivizohen pak më tepër për të kriju kushte për të rritë që të stërviten jo vetëm futboll, por të gjitha segmentet e sportit, se ne kemi nevojë, që njerëzit plaken, duhet vinë të rritë që t'i zavendësojnë. Dhe dal nga dal po shuhen e zërat të cilët po shkojnë dhe ma nuk po luajmë futboll, nuk ka kusht t'i zavendësoj për shkak se nuk kemi kushte normale dhe po ashtu klubeve sportive u them edhe ato të bëjnë përpjekje në bashkëpunim me institucionet e shtetit që të krijojnë kushte minimale, për stërvitjen e të rive që të miren me sport, që t'i zavendësojnë të tjerët. Ne kemi emra të cilët janë të futbollit, po tani duke kalu koha dhe zavendësimi i tyre nuk bëhet me emra të njëjtë, po bëhet me emra më të dobët, dhe unë kisha pas dëshirë që të rritë që të stërviten, që për çdo lloj sporti, të jenë më të mirë se ata që kanë qenë deri sot. Dhe kjo, nëse nuk kemi përkrahje institucionale, dhe unë mendoj se klubet këtu duhet bashkohen. Klubet duhet të kenë qartë një pajtueshmëri të shkallës lartë, që të kërkojnë nga institucionet që të përparojnë sportin. Sot, shifni, ka salla sporti të cilët nuk shfrytëzohen, nuk i shfrytëzojnë, për shkak se nuk janë kompletume. Kë nuk kemi kuadër për t'i stërvit. Dhe tani në mënyrë private organizohen stërvitje të ndryshme, por ato nuk i plotësojnë të gjitha kërkesat, se çdo kush nuk ka mjete materiale për të shku të stërvit në mënyrë në sporte të ndryshme. Prandaj është mos e nevojshme klubet dhe institucionet bashkëpunojnë për të kriju kushte minimale për të stërvit të rritë për dhënë kontributin e tyre. Zotni Abdiladi, në emër të televizionit Koha dhe në emrin tim personal, ju falenderoj për kohën që ndajtet për të qenë pjesë e emisionit javor të sportit me legjendat e sportit në televizionin Koha. Falenderit gjithashtu edhe juve që ndajtet kohë, që të bashkëbisedojmë dhe të ringjallim dhe kujtimet e vjetra, të cilët do në rinë kujtime për herë, po dhash Zoti që Shkëndija dhe gjithë klubet shqiptare që funksionojnë në Maqedoni vetëm të arrijnë suksese, përparime, por nga ana tjetër njerëzit të cilët i zgjedhin qytetarët do të krijojnë kushte minimale, qoftë minimale, që ata të stërviten, të ushtrojnë, të sportojnë, merren me sport. Teleshikues të nderuar, kjo ishte e tëra për sonte. Deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.